njerë, jo vetëm këndeshje për kraja ndaj kombëtarës, por kjo nuk... Për kraje po, por ideja është e ishën shumë të zëshëm. Të zëshëm. Për atë sa lejon të dhe koha dhe moti, sepse kënë janë 20 minuta sfid me nejtë. Edhe nuk dëgjohet shumë. Pavarësisht zhurmës. Fadil Vokri më pasë në kamera ka mund të duke që Shqipu ka pas breshër. Ajo është shi ngrirë dhe jashtëzakonshëm. Sa që i pengoj këtë futbolistët dhe ata që ngroshin vazhdimisht, lërë me tifozët. Natyrisht ajo ullë ritmin e tifozlëkut pak, por kjo është etapë krejt tjetër. Ajo çka po du me thonë është këto që kundërshtari na ka analizu të jetë mirë. Edhe nëse më pastaj me Benin edhe në emisionet tjera i nxjerrim sekuencat, videot edhe video analizën, kundërshtari aq mirë na ka analizuar në detaje, sa që shpesh herë në shumë raporte ka kriju e përsi numerike shumë lehtë, për shembull, shumë dukshëm edhe jashtëzakonisht mirë. Për shembull, ne kemi pas armë të fortë Vojvodën në disa ndeshje. Dhe mbani mend se ka krosu ndonjëherë në këtë ndeshje? Ka qenë një nga armat. Për me ardhë topin në kokën e Aslanit dhe Muriqit, duhet me krosu dikush. E krosimet më smiri tek ne i banë Vojvoda. E që në këtë ndeshje, për 90 minuta nuk arë në shprej as njerë. Edhe me njerë një element i jotë, i armës të fortë, taktike, por edhe profesionale, o ra me njerë. Mos flasim tek individuosh që, po them, nuk ka qenë ritmi lojës i lartë, nuk ka qenë doza e dominimit e lartë, po ka qenë kujdes i jashtëzakonshëm dhe për herë të parë selektori turk kalu në stilin taman të trajnerit italian. Po, din çfarë don. Madje ka qenë shumë risk i madh që në minutën e 80 Shkodran na vjen keq, po duhet të ndërprer si e kemi 5 minuta e 80, po e kemi Andin nga stadiumi Andi. Ulpiana, në fakt unë jam ende po pres të kem pranë të një futbollist Kosovës për të vazhduar me pjesën e intervistave. Nuk i ke parë asë njëri nga lojtarët, asë njëri nga stafi teknik, asë kush nuk është andej pari duke që është gogja zymët edhe aty. Po, natyrisht që të gjithë ishin me lot në sy nga momenti kur po kalonin nga tuneli për të dhomat e zhveshës, ishte një situatë e përjetuar shumë rënd nga futbollistët e Kosovës janë të zhgënjur për verdiktin final të kësaj ndeshje. Ne zhvilluam një bisedë me Vedat Muriqin dhe Edon Zhegrovën, të cilën nuk e patëm rastin ta ndisni drejt për drejt. Muriqi tha që ishin detajet ato që vendosën për këtë ballafaqim, por ai tha që jam shumë i sigurt që kjo skuadër e Kosovës do të ka ketë rastin që shumë shpejt jetë pjesë edhe ndonjë kampionati evropian, por edhe ndonjë botroli. Po të thuaj se të njëjtën gjë tha edhe Edon Zhegrova, i cili shpreh gjithë zhgënjimin e tij për këtë rezultat sonte shumë megjithatë edhe ai ishte i bindur që ky grup i Kosovës ka shumë potencial dhe do të ketë mundësi të tjera Kosova madje shumë shpejt për që të vijë në pozitën e njëjtë pra për ta kërkuar një kualifikim në një kampionat botror dhe evropian. Sapo të jemi gati me intervistat tjera, do të lidhemi direkt. Nderit shumë Andi për këto informata që na dhe, duke që kanë qenë edhe djemë të dëshpëruar normalisht. Ishte e pritshme kjo dhe ishte e qartë Lumnica minuta e 80 se ta ndërprem na vjen keq. Isha duke thënë për selektorin turq që luajtja po përdori strategji tipike italiane të trajnerë dhe të shkollës së trajnerëve italian dhe me vetë faktin që pati guxim në minutën e 80 të hiq disa nga yjet dhe të di sigurt se ndeshja do të shkojë me atë rezultat deri në fund, është risk i madh për trajnerët, sepse në rast të barazimit atëherë vazhdimet sjellin gjëra të paparashikueshme dhe ti jetë pa futbollistët kryesorë. Kjo është guximi i trajnerit dhe